shprehu, por që në rastet të tilla, kur një avokat mungon, në rastet të tilla i lë paralel një avokat kryesisht. Kjo ka ndodhur sot. Kjo është caktuar sot. Pra, në momentin që është përcaktuar avokati i një njerëz prej palëve që është vënë kryesisht, ky avokat normalisht merr kohën e dur për të lexuar dosjet ato praktikën, por që ka prap shkaqe të cilat edhe mund të zgjatet edhe mund të shkaktoj anomali. Nuk është se shiko, kodi i procedurës të jep shumë hapësira që dosja edhe mos të kaloj me vetë të zvarritet që deri mos kaloj në përgjykim për të pushuar apo për të kaluar në gjykim zakonshëm. Kështu janë disa elemente të cilat duhen parë në mënyra se si është problematika, por që në rastet kur një avokat çon një raport, nga eksperienca ime, unë kam një eksperiencë të tillë, me fjalë prokuroria atëherë filloi, bilesa atëherë ka qenë zoti Dumani ka qenë prokuror, me fjalë filloi që po bënte verifikimin, të bëjmë verifikimin, tha se nuk mund të vazhdohet më kështu, tha, ka qenë Petraj, ky proces. Çfarë do thotë çfarë ndodh pas datës 23? Dhe mund të cënoj sa do pak fushatën e zotit Berisha? Jo, nuk të cënohet. Ky lloj procesi nuk e cënon sepse tashmë ai është thritur i pandehur dhe tani ngelet te gjyqtari i seancës paraprake. Unë ju kam thënë që është gjyqtari më kryesor i procesit sepse është ai që do të vendosë fatin e dosjes. Pra atë të cilën ka paraqitur struktura e posaçme dhe ka sjell gjithë akuzën e ngritur ndaj një personi që janë thritur pandehur, është ai gjyqtari i cili do të vendosi për kalimin e dosjes në gjyq, për çështjen që të iki, por edhe mund ta pushoj për një ose dy persona, por edhe mund ta kthej dosjen për marrëdhënie të cilat për plotësime timesh, mund të lejë ca detyra strukturës së posaçme, ndoshta edhe rikualifikimin e veprës. Për shembull, për Berishën, mendoj që mund të ketë një rikualifikim vepre me vetë sepse. Që do thotë? Për ata që nuk i kuptojnë termat juridik. Shiko, rikualifikimi i veprës do të thotë që nuk mund ta hetosh për këtë vepër penale, por kam gjetur në dosje një shkak juridik tjetër në vendimin e arsyetuar dhe thotë, për shembull kot, po e flasim tani me një nga elementet të cilët mund të gjej gjyqtari, është për shembull pjesa e fshehjes pasurisë, për shembull. Një nga ço, ose mos deklarimi të ardhurave. Për shembull, ose mos deklarimi i shpenzimeve që janë bërë, mënyra se si janë bërë. Me fjalë, ka plot elemente të cilët vetë gjyqtari i seancës paraprake mund ta bëjë. Po. Petraj, kalojmë edhe në dosjet e tjera të spak, çfarë po ndodh me dosjen e zotit Meta. Shiko, dosja e zotit Meta është në proces. Është në proces edhe nuk flitet shumë për të, por çfarë, në cilën fazë? Ajo do të marrë kohën e duhur. E cila është, sa mund të jetë koha e duhur? Shiko, nuk është e thënë, me vetë deri në një vit kjo dosje edhe mund të vazhdojë kur është ai në masën e paraburgimit. Kjo ngjelet për të parë, me fjalë ajo është një dosje shumë me komplekse, e para njëherë që kemi çesdia, që është problematike, por te çesdia ne kemi të kallëzuar edhe zotin Berisha. Dhe nuk e di nëse ka vajtur zoti Berisha, ka dhënë deklarat për këtë dosje, pastaj kemi atë pjesën të kallëzimit të dytë, i cili është fshehja të ardhurave, mos deklarimi të ardhurave apo të pasurisë, që është normalisht më problematike për sa i përket çiftit Meta. Kemi edhe pjesën tjetër, pastaj për pjesën e mos deklarimit dhe pjesën e financimit paligjshëm në fushat. Nuk e di tani, do parë me element se deri ku është situata për këtë proces. Por mendoj që kjo është një dosje e cila prek kryesisht edhe nivelet të tjera të cilat mund të japin deklarat. Nuk e di nëse zoti Berisha ka dhënë deklarat për kallëzimin e parë. Nuk e di. Pastaj te pjesa e kallëzimit të tretë, me sa di, është gjithë ish kryesia e LSI-s, Partia e Lirisë. Kështu që duhet parë me do pak durim, hetimet paraprake janë pak të kompleksuara, sepse nuk kemi të bëjmë me element të cilat do të çojnë deri në atë pikë të cilën mendon struktura e posaçme, por që duhen vërtetuar të gjitha